Një ngjarje tronditse ka ndodhur të shtunën në Londër, ku një pemë e madhe është rrëzuar në një park publik, duke zënë poshtë 5 vajza të vogla shqiptare nga Kuksi. Fatkeqësisht një prej vogëlusheve, vajza në foto, 7 vjeçarja Leona Ruka, humbi jetën si pasojë e plagëve të rënda. Incidenti tragjik ndodhi në Chalkwell Park, në qytetin e Southend-on-Sea, pak para orës 15, ku sipas dëshmitarëve, një pjesë e madhe e pemës u shemb papritur mbi një grup fëmijësh që po luanin pranë zonës së trëndafilave. Qindra e qytetarë që ndodheshin në park reaguan menjëherë, përfshirë dhe kriketistët që ishin pranë fushës, duke u përpjekur të ngrinin pemën me duart e tyre për të shpëtuar fëmijët. Sipas policisë lokale dhe shërbimeve emergjente, një vajzë tjetër 6 vjeçare familjes Ruka ndodhet në gjendje kritike, ndërsa 3 fëmijë të tjerë janë jashtë rrezikut për jetën me plagë të lehta. Për ngjarjen kanë reaguar edhe autoritetet britanike. Shefi i policisë e Essexit, Leighton Hammett, deklaroi: "Familjet po përballen me një dhimbje të paimagjinueshme. Mendimet tona janë me ta në këto momente tragjike."